Jam këtu bashkë me krejt kolegët e mi nga Partia Demokratike e Kosovës për të bërë një pyetje të vetme për deputetin Kurti, i cili ka uzurpuar pozitën e kryeministrit bashkë me ministrat e tij. Që nga dita kur e kanë dhënë betimin si deputet, jo për që nga certifikimi i rezultateve, ata qëndrojnë ilegalisht në pozicionet të cilat i ushtrojnë edhe sot, për çka dhe ne jemi mbledhur sot këtu, për të mos e lejuar hyrinë e tij në zyrat e kryeministrisë. Zotri Kurti duhet ta kuptoj që në vend se ta sabotoj kuvendin, të vijë aty të krijoj mundësi për ta konstituar kuvendin. Dhe ajo është qëllimi parësor dhe puna e tij parësore që duhet ta bëj si fitues i zgjedhjeve të fundit, ta propozoj emrin dhe të ecim përpara në themelimin e institucioneve të legjislaturës së 11. Për më tepër, ai sot qëndron si uzurpator në zyrat e kryeministrit bashkë me të gjithë ministrat e tij dhe një gjë duhet ta dinë edhe qytetarët dhe të gjithë të tjerët që nuk jetojnë në Kosovë për kontribuojnë çdo ditë për Kosovën. Ai nuk mund të jetë mbi shtetin e Kosovës, partia e tij nuk mund të jetë mbi shtetin e Kosovës dhe mbi kushtetutën e Kosovës. Andaj bëjmë thirrje sa më parë që të kthehen në kuvend, aty ku e kemi vendin, për të nisur legjislaturën e 11 dhe për të kthyer në rendin kushtetues dhe në normalitet në shtetin e Kosovës. A do të dërgoni përsëri letër zotëdore? Po, patjetër. Po, patjetër që po.